Shembja e ndodhur në aksin kombëtar të rrugës Librasht Prenjas në afërsi të fshatit Dragostunjë pritet të marrë një kohë të gjatë në rastin më të mirë disa muaj punë nëse ndiqen procedurat dhe standardet në fuqi, tha një inxhinier brenda ARSH-s, i cili për shkak të funksionit preferoi të mbetet anonim. Defekti kërkoi një zgjidhje inxhinierike krejt të re për të stabilizuar dhe për të riparuar, teksa specialisti infrastrukturës e konsideroi dëmtimin më serioz që ka ndodhur së fundmi. Sipas tij janë dy zgjidhje: i parë të ndërtohet një viadukt i ri që kërkon shumë kohë dhe ndryshim projekti nga fillimi, ose zgjidhja tjetër është gërryrja deri te themelet e masës së dheut që është shembur. Kompania ANK që ishte kontraktuar për të kryer punimet po merr në konsiderat variantin e dytë të gërryer dheun dhe më pas të bëjë një trast të re. Por masa e shembur përfshin volume të mëdha punimesh dhe gjithsesi kërkon shumë kohë. Të gjitha variantet e riparimit kërkojnë disa muaj, tha inxhinieri, i cili shtoi se mund të hapet një kalim emergjent, por nuk është i sigurt për automjete të rënda dhe kamion. Sipas vlerësimeve paraprake teknike, rreshitja e fundit është tërësisht e induktuar dhe lidhet drejt për drejt me ndërhyrjet e mëvonshme në zonë, përfshir punimet për segmentet e autostradës së korridorit 8. Eksperti i ARSH-s tha se ndërhyrjet në terren kanë rënduar ndjeshje masivin shkëmbor dhe kanë krijuar presion shtesë mbi strukturën ekzistuese të rrugës.